Javën e kalume me 18 mars 2026 është përuru stacioni i ri autobusëve në komunën e Skënderajt. Derisa është prej shiritin nga zyrtarët e komunës, është thonë që nga ajo ditë e tutje, ky stacion do t'i ketë dyert e hapura. Ne kemi ardhur këtu pas 5 ditëve nga përurimi, stacioni është tërësisht i zbrast, pra nuk ka autobus dhe dera e këtij stacionit është e mbyllur. Shkaku kryesor sipas nënkryetarit të Skënderajt Fadil Nura është se komuna nuk i ka caktuar tarifat për hyrje-daljet e autobusëve. Megjithatë nga komuna thonë se kjo çështje pritet të rregullohet shumë shpejt në mënyrë që stacioni të nisë funksionimin dhe të vihet në shërbim të qytetarëve. Ne kemi bërë inaugurimin e objektit si objekt, ndërsa momentin që po flasim jemi në fazën e hartimit të dokumentacionit për menaxhimin e këtij objekti, që është stacioni i autobusave, dhe do ta dini se ky është një investim privat me partneritet publiko-privat dhe në marrëveshje vendosja e tarifave të hyrjes për autobus është kompetencë e komunës. Dhe komuna ka inicu tash me plotësim ndryshimin e rregullores. Jemi duke marrë të informacionet nga komuna tjera për nivelin e tarifave që e kanë, sepse qëllimi jonë është shkohet në nivelin çfarë operojnë stacionet në komuna tjera, duke marrë parasysh edhe nivelin e tregut që ekziston sot në Republikën e Kosovës dhe kështu ta funksionalizojmë brenda pak ditësh këtë pjesë të menaxhimit të stacionit. Është një projekt që është nisë në kohën e juaj, nëse s'gaboj sa keni qenë kryetar, a ka mundur që këto tarifat përcaktohen pak më herët apo është një procedurë që mbase merr kohë? Në fakt nuk merr shumë kohë, unë kam pasur në program, kam pas këto edhe premtim elektoral, dhe pse kemi pas pak vonesa në kuptimin e implementimit të këtij projekti, por rëndësishmë është që është përfunduar. Dhe ne tani pas shiritit jemi hyrë thash në procedurë të standardizimit të dokumentacionit të komunës që kërkohet sipas legjislacionit fuqi dhe sipas ligjit të financave të pushtetit lokal. Ndërtimi i këtij projekti kishte nisur në vitin 2023.